Orë të nxehta në Partinë Socialiste, ku pritet të konkretizohet lista për kandidatët për deputet në zgjedhjet e 11 majit. Pas takimeve intensive për 2 ditë rresht me ministra dhe drejtuesit politik të qarqeve, kryesocialisti Edi Rama ju drejtua mbledhjes së grupit të Partisë Socialiste, ku u bëri të qartë se me zgjedhjet e ardhshme do të ketë një reformim të grupit të Partisë Socialiste. Asnjë deputet, qoftë burr apo grua, që ka fituar qoftë edhe një mandat në siglën e Partisë Socialiste, nuk do të ketë vend në listën e sigurt të socialistëve. Pra i gjithë grupi i Partisë Socialiste do të hidhet në listën e hapur me qëllimin e vetëm për të maksimalizuar rezultatin, sipas Ramës për të marrë rezultatin më historik. Listat e hapura do t'i lihen figurave të reja politike. Tani nuk kemi akoma përmbyllur të gjithë procesin, që natyrisht do të përmbyllet në kryesinë e Partisë Socialiste, por ajo që dua të ndaj me ju është e para, cili do dhe cila do për jush që nuk pranon të jetë në listën e hapur, duhet ja bëj me dije drejtuesit ose drejtuesës politike. Parimi themelor i listës së re do të jetë asnjë deputet në gjininë mashkullore që ka marrë qoftë një mandat nga Partia Socialiste nuk do jetë në listën e mbyllur. Është e drejta e kujdo që nuk, për arsye të ndryshme, nuk dëshiron të jetë në listën e hapur, që ta thotë. Po duhet na thotë përpara që të mos jetë në listë dhe pastaj thotë jo punë, shkoj jo punë. Kjo është shumë e rëndësishme. Sepse parimisht luftën duhet ta bëjnë ata që kanë më shumë eksperiencë dhe që kanë marrë më shumë nga votuesit dhe nga Partia Socialiste. Të parat. Patjetër që në listën e hapur do të ketë dhe plot të ri, dhe plot të reja. E dyta, diskutimi ka qenë, unë e kam shprehur, problemi që më duket se ka argumenti im, është që kjo do çorodiste gjithë procesin, sepse nuk do të lejonte asnjë barazi shansesh në garë, dhe nga ana tjetër nuk do të garantonte asnjë lloj drejtimi të vërtet politik të garës, të ndeshjes nga ana jonë. E nëse ndonjë prej ligjvënësve të Partisë Socialiste ka pa kënaqësi për këto ndryshime brenda radhëve të tyre, Rama u tha se nëse s'duan të garojnë në listë hapur, mund t'ia bëjnë me dije drejtuesve politik të qarqeve.